Ish banori Big Brother hedh akuza të forta për shikueshmërinë live te Ferma VIP. Debati për shikueshmërinë në rrjetet sociale duket se është ndezur sërish këtë herë nga ish banori Big Brother Anait Kaloti, i cili ka reaguar publikisht me tone të forta. Përmes një postimi në Instagram, ai nuk ngre thjesht dyshime, por shpreh i bindur se shifrat e shikimeve live të mbrëmjes së parë të Ferma VIP janë të manipuluara. Sipas tij, numri i lartë i shikuesve nuk përputhet me angazhimin real të publikut, veçanërisht me ritmin e komenteve gjatë transmetimit. Me këtë ritëm komentesh, nuk janë as 160k view live. Kush e hapi këtë lojën me të bleme, shkruan ai duke lënë të kuptohet qartë se sipas tij bëhet fjalë për blerje shikimesh. Reagimi i plot. Palesa Lek ka bërë ky që shet këto view të YouTube-it. Me këtë ritëm komentesh nuk janë as 160k view live. Me det, kush e hapi këtë lojën me të bleme, do garohet dhe pak, kush blen më shumë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.